2024 dhe 2025, dhe sa prej tyre janë të përfunduara? Tash unë mund të flas me shifra. Në vitin 2024 dikun 880 milion euro kanë qenë të planifikuara, ndërka që realizimi ka qenë 660 milion euro. Realizim. E kryer, e përfunduar, e paguar. Po, të paguara 660 milion euro. Për më tepër, një gjatë tjetër që kemi Në përqindi i bie, 7 nuk është keq. Një gjatë tjetër që kemi bë në krahasim me qeverisit e kalume, për shembull, është edhe pagesa e faturave ndaj bizneseve, sepse ti ka të bën projekt kur ja le faturën pa pagu. Për shembull, kur ne kemi marrë qeverisjen, në fund të vitit 2020 kanë qenë dikun 140 milion euro faturat pa paguara nga qeveria, pa i përfshi komunat, pra vetëm nga niveli qendror. Në fund vitit 2024, kjo shifër ka qenë diku ma pak se 30 milion euro, se çdo herë diçka mbetet. Pra qoftë sillet fatura me vonesë, bartet për vitin tjetër. Po prej 140 milion euro, që ka qenë pare cilat shteti s'ja ka dhënë bizneseve, ka pas mungesë likuiditeti, ne tash i paguajmë çdo faturë me kohë. Pra 660 milion euro është fatura të paguara. Nga 880 milion thoni në 2023 investime të planifikuara. Sakt. Dhe jo pse ka pas mungesë buxheti, por sepse dinamika e punëve ka qenë asisoj. Okej, në 2024 për shembull, ka këto rrugë problematike që shpesh herë ceken, aty ka mungesë të dinamikës nga operatorët ekonomik. Jo pse ka mungesë buxheti ta zëm tek rruga për Gjakov apo rruga e Gjilanit, pra autostrada për Gjilan. Buxhetin ne kemi nda çdo herë aq sa ka pas nevojë, por ka përfunduar pa shpenzum sepse operatorët ekonomik kanë qenë pa përgjegjshëm, edhe tash si rezultat u detyru edhe ministri me i shkput disa kontrata. Okej, ju thoni është menaxhimi, prokurimi, kush është problemi në këtë? Problemi te këto projekte, sidomos ato që i kemi trashëguar, ka qenë dizajni në tërësi. Pra nuk keni problem me prokurimin, me procedurat e... Prokurimi pastaj është për këto që bëjmë tash. Nuk është kontratat një burimore, arsyeja që mënyra si keni zgjedhur të ikni procedurave, prokurimit cilat janë të komplikuara ato. Fillimisht nuk ka kontrata një burimore, ka kontrata të negociuara. Të negociuara, saktë. Edhe kontrata e negociuar është e paraporë në ligjin për prokurim publik. Pra nuk është jashtë ligjit, por nuk është... Është brenda ligjit. Edhe kontrata e negociuar, pra letë mos e kemi këtë hamendësim. Për shembull, mund të sqaroj pse ndodh ose në rastet në të cilat ndodhin këtu. Po vetëm që kur janë negociu kontratat atëherë janë të korruptumi. E kanë përzgjedh dikën që e kanë favorizu, po tash nuk bën me pas standarde dyfishta, këtë mendoj. Jo, s'ka standard të dyfisht. Kështu që nëse edhe atëherë pas ka qenë rregull, edhe tash do të më qenë, nëse atëherë nuk ka qenë rregull, nuk është as tash. Se kemi shumë, domethënë tregu është i lirë, mundën me konkuru, po nëse e përzgjedhim dikën që preferojmë? Shefe, kontrata për sheshin George Bush, këtu në Prishtinë, është e paligjshme. Është bë pa buxhet. Do të thotë zero buxhet s'ka. Ligji për menaxhimin e financa publike e kërkon që me qenë buxhetuar me mjetet. Nuk ka qenë i buxhetuar. Nuk keni buxhetuar ju, Rama thotë që ju nuk po ja jepni parat. Jo, ka qenë diskutimi gjatë me zotin Rama. Mos e citoni gabimisht se ka thonë asaj këto, asaj se ka thonë. Por thatë ministri thotë që ti parat nuk... Tjetër gjë është ajo, sheshi George Bush si projekt nuk ka qenë në buxhet. E kanë nënshkruar paligjshëm kontratën e para dhe e dyta, çaj projekti paligjshëm që nënshkruaj i njëjti person që fiton tenderin, mas një 2 javë bëhet antar në LDK. Kompania ti që e fiton tenderin bëhet antar në LDK. A është ashtu? Kjo bën me procedurë të hapur. Nuk e përcakton procedura, nuk e përcakton procedura a ka dyshime për korrupsion ajo. Po e cakton ajo që kujt po i shkojnë parët në xhep. Tash te procedura e negociume, për shembull, s'është përmend shumë shifrat ndaja. Për shembull, një kontratë e negociume e tillë është kontrata për ndrrimin e turbinave të Kekut, të termocentralit Kosova B, 60 milion euro. Se për shembull, si shifër 60 milion euro mund të tingëlloj shumë e madhe. Po 60 milion euro është kontratë me General Electric. Po, sepse ti nuk guxon. Këtu dhe ka shumë arsye për të qenë e negociume. Nuk guxon një termocentral i cili me bomë të ra një blok ose mos më të kthyn funksion kur duhet. Domët janë më të mëdha. Domët janë qindra milionësh. Nuk guxon që aty me thon, po e marr dikën që ma kryen për 10 milion euro. Ministër tjetër. Te kontratë, kontratë negociume dhe për shërbime. Ministri time, për shembull, për shërbime bazike. Ministri time, kontratë negociume. Është kontrata për mirëmbajtjen e sistemit menaxhimit financave publike. Ai sistem është ble para meje. I bie që sistemi, i cili do duhet ta hapte me kohë.
Jo. tenderin